Nga të ardhurat e siguruara nga shtëpiza rinore, të rinjtë të Act for Shkodra ndërmorën një gest domethënës solidariteti, duke ardhur në ndihmë të një nëne në vështirësi të thellë ekonomike me 2 fëmijë të mitur në fshatin Dobraç të Postribës. Çdo ditë në shtëpizën rinore ishte për këtë moment. Të ardhurat e mbledhura shkojnë për këtë familje në nevojë. Kjo është rinia që vepron. Gjatë muajit dhjetor ne përgatitëm produkte të ëmbla dhe produkte të kripura, të cilat i shitëm pranë shtëpisës rinore dhe qytetarët patën mundësi që t'i blejnë ato dhe të kontribuojnë sadopak për këtë familje në nevojë që ne shumën që mbledhëm e dorëzuam sot. Për një muaj rresht, të rinjtë e Act for Shkodra kontribuan në shtëpizën rinore duke munduar për me mbledh çdo ditë më shumë fonde. Dhe këto fonde ne vendosëm që sot i çojmë një familje në nevojë, pikërisht në zonën e Postribës. Ja, në momente të tilla që e bajnë punën tonë rinore, edhe gjithmonë personalisht më bajnë për me kujtu se sa bukur rinia, edhe janë këto momente të cilat në një farë mënyrë neve na shpërblejnë gjithë punën tonë. Ftojmë të tanë të rinjtë të Shkodrës që të kontribuojnë sa më shumë në aktivitete të tilla, mënyrë që të tanë të ndihmojmë njëri tjetrin. Për një Shkodër më të mirë dhe për një rini gjithmonë edhe më të bashkuar. Ky gest human shoqërohet me mbështetje institucionale e konkrete. Bashkia Shkodër ka rifutur familjen në skemën e ndihmës ekonomike, ka përfshirë fëmijët në programet sociale dhe në bashkëpunim me donatorë dhe organizata partnere, po punon për të garantuar ndihmë të mëtejshme për përmirësimin e kushteve të banimit. Një shembull i qartë bashkëpunimi mes të rinjve, institucioneve dhe partnerëve social që dëshmon se solidariteti merr vlerë të plotë kur shoqërohet me veprime të qëndrueshme dhe zgjedhje afatgjata.